Data 4 janar. Zanafilla, kapitulli 4. Por Adami njohu Evën, gruan e tij, e cila u ngjiz dhe lindi Kainin. Dhe ajo tha: fitova një burr nga Zoti. Pastaj lindi Abeli, vëllai i tij, dhe Abeli u bë bari kopesh, ndërsa Kaini u bë punues i tokës. Me kalimin e kohës, Kaini i bëri Zotit një ofertë prej frutash të tokës. Por Abeli i ofroi edhe ai të paralindrit e kopesë së tij dhe yndyrën e tyre. Dhe Zoti e çmoi Abelin dhe ofertën e tij. Por nuk e çmoi Kainin dhe ofertën e tij. Dhe kështu Kaini u pezmatua shumë dhe fytyra e tij mori një pamje të dëshpëruar. Atëherë Zoti i tha Kainit: "Përse je pezmatuar dhe përse fytyra jote është e dëshpëruar? Në rast se bën mirë, a nuk do të pranohesh? Por në qoftë se nuk bën mirë, mëkati po të ruan të porta dhe dëshirat e tij drejtohen ndaj teje, por ti duhet ta sundosh." Dhe Kaini foli me të vëllain Abelin, kur u gjende në fush. Kaini u ngrit kundër vëllait të tij Abelit dhe e vrau. Atëherë Zoti i tha Kainit: "Ku është vëllai yt Abeli?" Ai u përgjigj: "Nuk e di. Mos jam unë rritari vëllait tim?" Dhe Zoti i tha: "Çfarë ke bërë? Zëri i gjakut vëllait tënd më vëngon nga toka. Dhe ti tani je i mallkuar larg tokës që hapi gojën për të marrë gjakun e vëllait tënd nga dora jote. Kur të punosh tokën, ajo nuk do të jap më prodhimet e saj, dhe ti do të jesh një endacak dhe një ikanak në tokë." Atëherë Kaini i tha Zotit: "Ndëshkimi im është tepër i madh, aq sa unë nuk mund ta duroj. Ja, ti po më dëmon sot nga faqja e këtij dheu dhe do të fshihem nga fytyra jote, dhe do të bëhem endacak dhe ikanak në tokë, dhe do të ndodhë që të më vras kushdo që do të më gjej." Dhe Zoti i tha: "Prandaj kushdo që vret Kainin do të dënohet 7 herë." Dhe Zoti vuri një shenjë mbi Kainin me qëllim që kushdo që ta gjente të mos e vriste. Atëherë Kaini u largua nga prania e Zotit dhe banoi në vendin e quajtur Nod, në lindje të Edenit. Dhe Kaini njohu të shoqen, e cila u ngjiz dhe lindi Enokun. Pastaj Kaini ndërtoi një qytet, të cilit i vuni emrin Enok, emri i të birit. Dhe Enokut i lindi Iradi. Iradit i lindi Mehujaeli. Mehujaelit i lindi Methusaeli, dhe Methusaelit i lindi Lameku. Dhe Lameku mori 2 gra. Emri i njërës ishte Ada dhe i tjetrës Cilah. Dhe Ada lindi Jabalin, që ishte babai atyre që banojnë nën çadra dhe merren me rritjen e bagtis. Por emri të vëllait ishte Jubal, që ishte babai i gjithë atyre që i binin qestes dhe flautit. Cilah lindi edhe ajo Tubal Kainin, krijuesi çfarëdo lloj veglash prej bronzi dhe hekuri. Dhe motra e Tubal Kainit që Naana. Pastaj Lameku u tha grave të tij: "Ada dhe Cila, dëgjoni zërin tim. Gratë Lamekut, u vini re fjalëve të mia. Po, unë vrava një njeri për plagën time dhe një të ri për irnimin tim. Në rast se do t'i merret hak Kainit 7 herë, Lameku do t'i merret hak 77 herë." Pastaj Adami njohu përsëri gruan e tij, që lindi një djalë dhe e quajti Seth, sepse ajo tha: "Perëndia më dha një tjetër pasardhës në vend të Abelit që u vra nga Kaini." Edhe Sethit i lindi një djalë, të cilin e quajti Enosh. Atëherë filluan të kërkojnë emrin e Zotit. Mateo, kapitulli 4. Atëherë Jezusi u qua prej frymës në shkretetir që djalli ta tundonte. Dhe mbasi agjëroi 40 ditë e 40 net, në fund e mori uria. Atëherë tunduesi, pasi u ofrua, i tha: "Në qoftë se je biri i Perëndis, thuaj që këta gur të bëhen bukë." Por ai duke u përgjigjur tha: "Është shkruar, njeriu nuk korron vetëm me bukë, por me çdo fjalë që del nga goja e Perëndis." Atëherë djalli e çoi në qytetin e shenjtë dhe e vendosi në majtë të tempullit dhe i tha: "Nëse je biri i Perëndis, hidhu poshtë, sepse është shkruar: ai do t'u jap urdhër ëngjëve të tij për ty
dhe do të mbajnë mbi duart e tyre që të mos ndeshesh më këmbën tënde në një gur. Jezu i tha, është shkruar gjithashtu, mos e tundo Zotin Perëndin tënd. Djalli e çoi sërish mbi një mal shumë të lartë dhe i tregoi të gjitha mbretëritë e botës dhe lavdinë e tyre dhe i tha, të gjitha këto do të t'i jap nëse ti bie përmbys dhe më adhuron. Atëherë Jezusi tha, shporru Satan, sepse është shkruar, adhuro Zotin Perëndin tënd dhe shërbej vetëm atij. Atëherë djalli e la, dhe ja, u afruan ëngjëjt dhe i shërbenin. Jezusi, mbasi dëgjoi se gjonin e kishin burgosur, u tërhoq në Galile. Pastaj la Nazaretin dhe erdhi të banojë në Kapernaum, qytet bregdetar në kufit e Zabulonit dhe të Neftalit, që të përmbushej ç'ishte thënë nëpërmjet profetit Isaia, kur tha, toka e Zabulonit dhe toka e Neftalit mbi bregun e detit, krahina përtej Jordanit, Galilea e paganëve, populli që rrinte në errësirë ka parë një dritë të madhe, dhe përmbi ata që rrinin në krahinën dhe në hijen e vdekjes, lindi drita. Që nga ajo kohë, Jezu i filloi të predikojë dhe të thotë, pendohuni, sepse mbretëria e qiejve është afër. Duke ecur gjatë bregut të detit të Galiles, Jezu i pa dy vëllezër, Simonin të quajtur Pjetër dhe Andrean, vëllain e tij, të cilët po hidhnin në rrjetën në det, sepse ishin peshkatar. Dhe u tha atyre, ejani pas meje, dhe do t'ju bëj peshkatar njerëzish. Dhe ata i lanë me njëherë rrjetat dhe e ndoqën. Dhe duke vazhduar rrugën, pa dy vëllezër të tjerë, Jakobin, birin e Zebedeut dhe Gjonin, vëllain e tij, në bark bashkë me Zebedeun, atin e tyre, duke ndrequr rrjetat e tyre dhe i thirri. Dhe ata lanë me njëherë barkën dhe atin e tyre dhe i shkuan pas. Dhe Jezu i shkonte kudo në përgjithë Galilen, duke mësuar në sinagogat e tyre, duke predikuar ungjillin e mbretërisë dhe duke shëruar çdo sëmundje dhe çdo lëngat në popull. Dhe fama e tij u përhap në gjithë Sirin dhe sillnin tek ai të gjithë të sëmurët që vuanin nga lëngata dhe dhimbje të ndryshme, dhe të demonizuar dhe epileptik dhe paralitik, dhe i shëroi. Dhe një mori e madhe njerëzish i ndoqi nga Galilea, Dekapoli, Jeruzalemi, Judea dhe nga përtej Jordanit. Ezdra, kapitulli 4. Kur armiqtë e Judës dhe të Benjaminit dëgjuan që ata që kishin qenë në robëri, por i ndërtonin tempullin e Zotit Perëndisë së Izraelit, ju afruan Zorobabelit dhe krerëve të shtëpive atërore dhe u than atyre, na lejoni të ndërtojmë bashkë me ju, sepse edhe ne kërkojmë Perëndin tuaj ashtu si ju. I kemi ofruar flijime atij nga koha e Asar Hadonit, mbretit të Asirisë që na solli këtu. Por Zorobabeli, Jeshua dhe krerët e tjerë të shtëpive atërore të Izraelit ju përgjigjen atyre. Nuk keni asnjë të drejtë të ndërtoni me ne një shtëpi Perëndisë tonë, por ne vetë do t'i ndërtojmë Zotit Perëndisë së Izraelit, ashtu si na ka urdhëruar mbreti Kir, mbreti Persisë. Atëherë njerëzit e vendit filluan të shkurajojnë popullin e Judës dhe ta trembin me qëllim që të mos ndërtonin. Përveç kësaj, rekrutuan disa këshilltar kundër tyre për të hedhur poshtë qëllimin e tyre, dhe këtë e bën gjatë gjithë kohës së Kirit, mbretit të Persisë, deri në mbretërimin e Darit, mbretit të Persisë. Gjatë mbretërimit të Asueros, në fillim të mbretërimit të tij, ata shkruan një letër me akuza kundër banorëve të Judës dhe të Jeruzalemit. Më vonë, në kohën e Artakserksit, Bishlami, Mithredathi, Tabeli dhe kolegët e tjerë të tyre i shkruan Artakserksit, mbretit të Persisë. Letra ishte shkruar me shkronja aramaike dhe ishte përkthyer në gjuhën aramaike. Rehumi, qeveritari, dhe Shimshai, sekretari, i shkruan mbretit Artakserks një letër kundër Jeruzalemit me këtë përmbajtje. Rehumi, qeveritari, Shimshai, sekretari dhe kolegët e tyre të tjerë, Dinaitët, Afarsathkitët, Tarpelitët, Afaresitët, Arkevitët, Babilonasit, Shushankitët dhe Havitët, Elamitët dhe popujt të tjerë, që i madhi dhe i famshmi Osnapar ka internuar dhe ka vendosur në qytetin e Samaris dhe në pjesët e tjera të krahinës Matan, Lumit e të tjera. Ja kopja e letrës që ata i dërguan. Mbretit Artakserks, nga shërbëtorët e tu, njerëzit e krahinës Matan, Lumit e të tjera.
Ti njoftohet mbreti që judejnë që iken nga ti dhe kanë ardhur pranë nesh në Jeruzalem, janë duke rindërtuar qytetin rebel të keq, por ndërtojnë muret dhe po ndreqin themelet. Tani ti bëhet i njohur mbretit që në rast se ky qytet rindërtohet dhe muret e tij përfundohen, ata nuk do të paguajnë asnjë haraç, tatim ose taks për kalim dhe thesari i mbretit do të ketë pasoja. Tani, duke qenë se ne marrim ushqime nga pallati dhe nuk na duket e drejtë të shohim çnderimin e mbretit, prandaj i dërgojmë këtë njoftim mbretit, me qëllim që të bëhen kërkime në librin e kujtimeve të etërve të tu. Dhe në librin e kujtimeve do të gjesh dhe do të mësosh që ky qytet është një qytet rebel, shumë i rrezikshëm për mbretëritë dhe për provincat, dhe se aty nxiten rebelime që nga kohët e lashta. Për këtë arsye, qyteti u shkatrua. Ne i bëjmë të ditur mbretit që në qoftë se ky qytet rindërtohet dhe muret e tij përfundohen, nuk do të mbetet asnjë zotërim në krahinën Matan Lumit. Mbreti dërgoi këtë përgjigje. Rehumit, qeveritarit, Shimshait, sekretarit dhe pjesës së tjetër të kolegëve të tyre që banonin në Samaria dhe pjesës tjetër të krahinës Matan Lumit. Përshëndetje e të tjera. Letra që na dërguat u lexua me kujdes përpara meje. Unë dhash urdhër të bëhen kërkime. Dhe u gjet që ky qytet, qysh prej kohësh të lashta, është ngritur kundër mbretërve dhe që në të kanë ndodhur rebelime dhe kryengritje. Në Jeruzalem ka patur mbretër të fuqishëm që kanë sunduar mbi gjithë vendin Matan Lumit dhe të cilëve u paguheshin haraqe, tatime dhe taks kalimi. Prandaj i jepni urdhër që këta njerëz të pezullojnë punimet dhe ky qytet të mos rindërtohet derisa të jetë dhënë nga unë urdhri përkatës. Tregoni të kujdesshëm tani dhe mos e lini pas dore këtë punë. Pse pra, dëmi duhet të shtohet në korrizë të mbretit? Sapo kopja e letrës së mbretit Artaxerxes u lexua përpara Rehumit, Shimshait, sekretarit dhe kolegëve të tyre, ata shkuan me nxitim në Jeruzalem të judejt dhe i detyruan të pezullojnë punimet me forcën e armëve. Kështu u pezullua puna e shtëpisë së Perëndisë që është në Jeruzalem dhe mbeti pezull deri në vitin e dytë të mbretërimit të Darit, mbretit të Persisë. Veprat e apostujve, kapitulli 4. Ndërsa ata po i flisin popullit, priftërinë dhe komandanti i tempullit dhe saducejnë u turrën mbi ta, të zemëruar sepse e mësonin popullin dhe shpallnin në Jezusin ringjalljen e të vdekurve. Dhe i vunduar dhe i futën në burg deri të nesërmen sepse ishte ngrysur. Por shumë nga ata që kishin dëgjuar fjalën besuan dhe numri i burrave u bë rreth 5000. Por ndodhi që të nesërmen krerët, pleqt dhe skribët u mblodhën në Jeruzalem, bashkë me kryepriftin Anan dhe me Kajafën, Gjonin, Aleksandrin dhe të gjithë ata që i përkisin farefisit të kryepriftërinëve. Dhe si vun aty në mes i pyetën, në cilën fuqi ose në emër të kujt e bët ju këtë gjë? Atëherë Pietri, mbushur me frymën e shenjtë, u tha atyre: Krerë të popullit dhe pleq të Izraelit. Nëse ne sot gjykohemi për një bamirësi nga një njeriu të sëmur, se në cilën fuqi u shërua ai, le ta dini të gjithë ju dhe mbar populli i Izraelit se në emër të Jezu Krishtit Nazarenas, që ju e kryzua dhe që Perëndia e ringjalli prej së vdekurish, me anë të tij ky njeri shëndron këtu, por para jush shëndosh e mirë. Ky është guri që i hedhur poshtë nga ju ndërtuesit u bë guri i qoshes. Dhe në asnjë tjetër nuk ka shpëtim, sepse nuk ka asnjë emër tjetër nën qiell që u është dhënë njerëzve me anë të cilit duhet të shpëtohemi. Ata, kur e pan qiltërsinë e Pietrit dhe të Gjonit, dhe duke kuptuar se ishin njerëz të pamësuar dhe pa arsim, u mrekulluan dhe i njihnin se kishin qenë me Jezusin. Duke parë në këmbë pranë tyre njeriu që u shërua, s'kishin që të thoshin kundër. Por si urdhëruan të dalin jashtë Sinedrit, u konsultuan me njëri tjetrin, duke thënë: Ç'tu bëjmë këtyre njerëzve? Sepse u është njohur gjithë banorëve të Jeruzalemit se është bërë një mrekulli e dukshme prej tyre dhe ne nuk mund ta mohojmë. Por që kjo të mos përhapet më shumë në popull, ti kërcënojmë rrept të mos i flasin me asnjëriu në këtë emër. Dhe si i thirrën, u dhan urdhër atyre të mos flasin fare dhe as të mësojnë në emër të Jezusit. Por Pietri dhe Gjoni, duke ju përgjigjur atyre, thanë: Gjykoni ju, nëse është e drejtë para Perëndisë, t'ju dëgjojmë më shumë ju se sa Perëndin, sepse ne nuk mund të mos flasim për ato që kemi parë dhe dëgjuar.
Ata pasi i kërcënuan përsëri, i lanë të lirë, duke mos gjetur mënyrë se si t'i ndërshkojnë për shkak të popullit, sepse të gjithë përlëvdonin Perëndin për atë që kishte ndodhur. Sepse njeriu në të cilin kishte ndodhur kjo shenjë ishte më shumë se 40 vjeç. Kur u liruan, ata u kthyen te të vetët dhe u treguan gjithçka që kryepriftërinë dhe pleqt u kishin thënë. Por kur i dëgjuan këto, ata me një mendje ngritën zërin te Perëndia dhe i thanë: O Zot, ti je Perëndia që ke bërë qiellin, dheun, detin dhe gjithçka që është në ta. Ti ke thënë nëpërmjet gojës së Davidit, shërbëtorit tënd, përse u zemëruan komët dhe popujt mendojnë gjëra të kota. Mbretërit e dheut u ngritën dhe krerët u mblodhen bashkë kundër Zotit dhe kundër Krishtit të tij. Sepse në të vërtetë, kundër birit tënd të shenjtë Jezus, që ti e vajose, u mblodhen Herodi si dhe Ponc Pilati me paganët dhe me popullin e Izraelit, për të bërë të gjitha ato që dora jote dhe këshilli yt kishin paracaktuar se do të ndodhnin. Dhe tani o Zot, vështro kërcënimet e tyre dhe jepu shërbëtorëve të tu të flasin fjalën tënde me çdo çiltërsi, duke e shtrirë dorën tënde për të shëruar dhe që të kryen shenja dhe mrekulli në emër të birit tënd të shenjtë, Jezuit. Dhe mbasi qenë lutur, vendi ku ishin mbledhur u drodh, dhe të gjithë u mbushën me frymën e shenjtë dhe flisnin fjalën e Perëndisë me çiltërsi. Dhe numri i madh i atyre që besuan ishte me një zemër të vetme dhe me një shpirt të vetëm. Asnjëri nuk thoshte se ç'kishte ishte e vetja, por të gjitha gjërat i kishin të përbashkëta. Dhe apostujt me fuqi të madhe jepnin dëshmi të ringjalljes së Zotit Jezus dhe hiri i madh ishte mbi të gjithë ata. Sepse midis tyre nuk ishte asnjë nevojtar, sepse të gjithë ata që zotëronin ara ose shtëpi i shisnin dhe sillnin fitimin nga gjërat e shitura dhe i vinin të këmbët e apostujve, pastaj secilit i jepej sipas nevojës që kishte. Kështu Jose, i mbiquajtur nga apostujt Barnaba, që do të thotë biri i ngushëllimit, Levit me përjardhje nga Qiproja, kishte një arë, e shiti dhe solli paran dhe e vuri të këmbët e apostujve.